Po del nga zemra e kazanit, aty ku nxehtësia nuk matet me termometër, por me frymarrje. Gëzim Selmana i futet thuajse çdo ditë për të mbajtur në jetë një sistem të tërë që prodhon dritë për të tjerët. Vetëm sigurinë e të nuk ka, por ka zë. E ai zë sot ka dal nga kazani për të treguar se për dikë drita nuk kushton me para, por me shëndet e durim. Është sistemi gypor, është pjesa e kazanit që quhet, që mushën gypat avëll, ato domon ujë që shërben edhe ata gypat kur rrjedhin, domon me disa kolegë, po është përgjithësi jam edhe si pres ekipe puna që hi ato e evidentojmë. Kur nalet bloku, domon që ka rrjedhje, nuk mund të vazhdo bloku procesin në punë, ka humbje me tona. Do të është ngushtica edhe na dëmtohen teshat, na dëmtohen, ka shumë dëmtohet edhe shëndeti, dihet se është ase ka plona të ndryshme, ka gazra që na afektojnë në organizëm, pjesë mushnisë, gjithë ato. Mungesa e kushteve tregohet qartë në videon e publikuar të Selmanit nga sindikata e re e Kekut. Ajo është dëshmi e një sistemi që punëtorëve u kërkon të jenë të pathyeshëm, edhe kur i dërman. Ato maskat që i përdorëm për plon i kem, unë para se më dalë atë pjesën jashtë e kom hudhë mbrana, se veç ato ngulfat. Teshat mundën më marrë ma speciale, ma kvalitet. Në më garderobe pjesë që i kem, edhe do të thotë më na mbrojnë nga rrezatimi, nga gaznat e ndryshme. Maska kështu me ventilim nuk i kem, ma shumë i kem maska që i kemi përdorur thuajse gjatë Covidit. Maska shëndetësore kështu, apo. Heroi i padukshëm i kazanit, siç e njihet tashmë, ai ka vetëm një kërkesë. Që Keku të mos jetë thjesht një burim drite për vendin, por edhe një vend pune që i mbron ata që e mbajnë në këmbë. Ti je mirë në Kek, ti e ki pagën e mirë, ose je në punë shtetit mirë, nuk është ajo thënje që ti je në Kek e ki jetën e mirë ose pagën e mirë, asise me një pagë mesatare 800 euro, 900 euro, sot na peshohëm, nuk më në bën ai farjete, nuk më në bën as një mini luks. Jem kënaqur që jem pjesë e Kekut, po nuk është më thonë në Kek e kanë kushtet e mira, ose i kanë pagët e mira. Atë thonë njerë le të largojnë gjithë se nuk është, na kem sakrifica këtu. Gëzimi flet qetë, por fjala e tij ka peshën e metalit që rrethon. Pas secilit kilovat energji që ndriçon në shtëpitë tona, është një punëtor si Gëzimi, që pas siguri, errësirën e takon çdo ditë, me asgjë tjetër përpos vullnetit në shpinë.